Andaj ka thonë pejgamberi s.a.s. për sprovat, shikojnë në atë që është, po është, kjo që mund me të goditëm. Andaj të ndodhe prapë, po kthejme të aja tema e vllazë dhe motërë të në nga zapë. Kjo që mund me të goditëm. Kjo që ka i bjen atë me dek dikoshe, kjo që ka i bjen me kon unte, kjo që ka i bjen me kon i friksume, kjo që ka i bjen me kon pa gjumë. E shek këta që atë ka godit ty, sa është hisja e asaj që dikush e pagun pak më nërju shapë. E shek që, andaj, a është këtë lecima jo? Andaj, Muhammed ibn Wasi ka qenë nga djetarët e mdhej, e i ka da një varë në dorë, e i ka rrjedh vazhdimisht, ka qenë varë që i ka pengu. Edhe dikur i ka thonë disa nga nëzanës, i ka thonë, o shekh, u zgatë kjo farvarës, s'po të snosht, konë elhamdulillah nuk është në gojë, tani edhe derës të kështë në hupa, kështë bile derës të pëmojnë, ka ditë me bajtë, konë se kjo ndorë që është, po më dhe mua, ma derës i pëmojnë, me pa konë gu, as derës e kështë mojtë, as dikës kështë apon, kështë që elhamdulillah, Allahu Gjellewa dhimë dhe ma ka qu, ama dikës ma kanala, lecima kjo kërë kështë e kuptan të Allah,